أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falendrojmë dhe lavdrojmë Allahun e lartësuar, ashtu siç e meriton ai Jalla Jalalu. Selamat i dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. Vazhdojmë edhe sot me lejen e Zotit xhallahu ala dersën e 58 me radhë nga veprat e zemrës, e që në derset e kaluara kem fol rreth një pune të zemrës, e që neve kem marrë dobi prej saj që ishte turpi. Dërsa sot me lejen e Zotit do fillojmë një vepër të zemrës që është gjithashtu të rëndësishme, e ajo është taubeja ose pendimi. Taubeja ose pendimi, të dashur vëllezër, njeriu nuk ka mundësi që të largohet prej saj. Besimtari të paktën e ka shok të jetës, pendimin ose tauben nga të gjitha gabimet që ka mundësi njeriu me i bë gjatë jetës së tij. Për këtë edhe është e rëndësishme si vepër e zemrës, sepse Allahu xhallahu ala na i ka treguar edhe në shumë vende në Kur'an famulart dhe e shtyt robën, sepse robi prej fillimit të jetës së tij dhe në mesin e tij dhe në fundin e tij e ndjek pendimi peshmallëku për veprat të cilat i ka bë ose të cilat nuk ka mujt t'i veproj prej veprave të mira. Për këtë Allah subhanahu wa ta'ala thot në Kur'anin famulart: "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuha al-mu'minuna la'allakum tuflihun." Dhe pendohuni të gjithë tek Allahu, o ju besimtarë, la'allakum tuflihun. Kjo ajet të dashur vëllezër ka zbrit për sahabët e Resulullahut sallallahu alaihi wasallam. Sahabët e Resulullahut janë njerëzit që më shumë i kanë hjek në jetë. Nuk ka njerëz të cilët kanë sakrifikuar diçka më shumë për Zotin se sa shokët e Resulullahut sallallahu alaihi wasallam. Pasi që e kanë besuar Allahun e lartësuar ashtu siç duhet, kanë bërë sabër, kanë bërë durim në sprova, i kanë larguar nga shtëpiat e tyre, i kanë masakruar, i kanë vrarë, sikurse neve si popull që kemi hjek nga armiku i përbetuar. Pastaj kanë bërë hijret, janë largu prej shtëpiave të tyre, kanë luftu kundër armikut, edhe prapë Allah azza wa jall zbret këtë ajet: "Wa tubu ila Allahi jami'an." O ju besimtar, pendohuni të gjithë tek Zoti xhalla xhalalu, la'allakum tuflihun, ndoshta që të jeni të shpëtuar. Pra, Allahu azza wa jall në këtë ajet e lidh shpëtimin ngusht me pendimin. E lidh ngusht shpëtimin me pendimin. Ai që nuk pendohet nuk shpëton. Kështu është ajeti. "O tubu ila Allahi jami'an la'allakum tuflihun." Pendoni gjithë te Allahu në mënyrë që të shpëtoni. E ai i cili nuk pendohet nuk shpëton prej dënimit të Zotit. Edhe cilësohet nga ana e Zotit si zullumçar. Allah azza wa jall thot në Kur'an: "Wa man lam yatub fa ulaika humudh zalimun." Ai që nuk pendohet është prej zullumçarëve. Ai i cili nuk pendohet për të kalumen e tij të keqe, për gjunat që i ka bë, për mëkatet që i ka bë, ai është zullumçar, është i padrejtë ndaj vetes së tij dhe pastaj ndaj të tjerëve. Prandaj ky ajet dashur vëllezër kisha pas dëshirë shumë me ndëgju ata të cilët mundohen me i pengu njerëzit nga xhamia. Kisha pas shumë dëshirë me ndëgju ata njerëz që mundohen me i pengu njerëzit prej xhamisë. Pse? Hajde çka po shkon ti më u pendu, po ty s'ta fal Zoti. Kem na që si njerëz të cilët e marrin rolin e Zotit në dorë. Për me arsyetu të kotën e vet që ai gjendet në ta, të kotën e vet që gjendet në ta, mundohet me i pengu edhe të tjerët mos me shku në xhami. Mundohet me i pengu edhe të tjerët mos me u pendu prej gjunaheve, mos me fal namaz, mos me agjëru. Demek që ti s'ki nevojë se s'ta fal ty Zoti. E Allah xhallahu ala po thotë: "Wa tubu ila Allahi jami'an." Pendoheni të gjithë tek Allahu i lartësuar.
la'allakum tuflihun, në mënyrë që të shpëtoni. Wa man lam yatub fa ulaika humudh zalimun. E ai që nuk pendohet është zullumçar. Kur nuk guxon me thon besimtari, nuk guxon besimtari me thon Zoti s'ma fal mua. Jo. Allah xhallahu ala i fal të gjitha. Pendoho, bëri pishman, falë namazin, agjëro Ramazanin, bëri vepra të mira. Prej të tash tutje fillon me namaz, fillon me vepra të mira. Lej ato që kanë kaluar, mos i dëgjoj ata të cilët të thrasin për në xhenem. Që të thrasin për në xhenem. Sepse ai që nuk lën më u pendu, ai thret në xhenem. Ai që thot pendohu, nisja falë, bën vepra të mira, ai ta don të mirën Allah. Wallahi ai ta don të mirën, ai ta don të mirën. Për arsye se dëshiron që edhe ti me të janë prej banorëve të xhenetit. E Allah xhallahu ala po thot: "Wa tubu ila Allahi jami'an." Pendohuni të gjithë tek Allahu, o ju besimtar. Pas imanit po thot pendohuni. La'allakum tuflihun. Wa man lam yatub fa ulaika humudh zalimun. Ai që s'pendohet thot është zullumçar, është i padrejt, sepse vetë zullumçari nuk mendon që duhet mira peshmon veprave të cilat ai i ka vepruar në veten e tij dhe në jetën e tij. Të dashur vëllezër, taubeja ose pendimi ka definicione të ndryshme. Në aspektin gjuhësor, pendimi do thotë rruju wal inabati wan nadam. Thot kthim. Me përkthy bukfalisht i bën më u kthy. Wal inaba gjithashtu është më u kthy. Wan nadam është pishman. Në aspektin gjuhësor është diçka më ndërprej, më u kthy, mos më vazhdu çat rrugë që e nis. Ndërsa në aspektin shariatik ulema e Islamit janë bashku shumë për ulemave në një definicion që është më i gjatë. Sigurisht që është për shembull një për ulemave të Islamit, Al-Akhfash, Imam Al-Ghazali, Imam Al-Qurtubi, Al-Qushayri, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Ibn Al-Qayyim, Ibn Kathir, Al-Alusi, Ibn Ashur, gjithë këta emna të ulemave të Islamit thonë pendimin në shariatin e Zotit do të thotë kështu. E para thonë terku dhanbi ilman bi qubhi. Lënja e gjunohut duke ditë sa i shëmtuar është ai. E para, me lanë mëkatin duke ditë sa i shëmtuar është ai tek Zoti xhalla xhelalu. Sa i shëmtuar është gjunoi kur robi e bën. Pastaj thotë: "Wa nadaman ala fi'li." Edhe pishmanllëku që e ka bërë gjunohin. Kjo është pendim. Pra para, me lanë gjunohin për shkak të është i keq, është i vrazhd, është i ndyt, pastaj me ra pishman që e ke vepru ato. Pastaj e treta, wa azman an la ya'ud ilayhi idha qadir. Edhe vendosmëria që mos më u kthy më në ta atë sa ka mundësi. Mos më u kthy prap në ato që e ka bë. Atë sa ka mundësi me luftu veten e tij, pa me bë përpjekje me veten e tij, me luftu me nefsin, që me lanë gjunohin, me i ra pishman asaj që e ka vepru, dhe me vendosmëri mos më u kthy në ato që e ka bë prej veprave të liga. E katërta, wa tadarukan lima yumkinu tadarukuhu min al-a'mal. Edhe vrapimi mi nxon veprat e mira që i kanë kalu. Me vrapue, i kelon këto trit parat, kelon gjunohat për shkak se është i shëmtum, i kra pishman nga ato që e ke vepru, e ke vendos që mos më u kthy më në to, dhe e katërta, ke fillu tash me vrapu me një ritëm që mi nxon të tjerët. Sepse besimtarët e tjerë kanë hec, muslimanët e tjerë kanë hec, nuk të pritin ty dhe mu, a me anis më fala, mos me anis më fala, apo shkojnë xhamia, s'po shkojnë xhamia, apo bëj dhikra, s'po bëj dhikra, apo jep sadaka, tu menuna kështu, hallkun ai kanë ta i kalu me vepra të mira, sa kodrat. E besimtari vërtetë është ai i cili pasi që i lën të tjerat, pasi që i lën këto gjëra, vrapon me nxon ato që i kanë kalu. Vrapon me vepra të mira, me azhrim nafile, me namaz me xhamat, me sadaka, me vepra të mira, me dhikr në mënyrë që me nxon hapin bashkë me besimtarët. Jo më u kthye një hap para 3 mbrapa. Një hap para 3 mbrapa nuk na çon askund, na çon prap mbrapa. Për këtë dashur vëllezër, këta ulema i dhanë këto definicione, 4 me radhë, me u mundu me nxon hapin me ata që kanë kalu para neve dhe ata që janë para neve në Islam në mënyrë që ti nxojmë me vepra të mira,
Edhe e pesta wa edaa lima daj'a min al-fara'id. Me i kry farzet, ato që i kanë kalu farzet, me u pendu për to, dhe prej tashtë me i kry farzet e Zotit me përpikmëri. Jo me i lan farzet e Zotit. Pra, apo dënë me di qka pendimi, atërë dhët me i lan gjunohet, për shkak se janë të shëmtuara, me i ra pishman për veprën që ke ba, me kanë i vendosër mos më u këthy në to, më u mundu që me nxanë besimtarët me veprat mira dhe me i kry farzet që është kushti kryesor për besimtarin. Farzet e Zotit që ka ba. Farzet e namazit, 2 sabah, 4 ndrej, 4 një këndi, 3 në aksham, 4 njëtësi janë farzet e Zotit. Janë farzet e namazit. Agjerimi është farz, haxhi është farz, zeqati është farz. Janë obligative për çdo musliman dhe muslimane. Pastaj të tjerat janë nafile të cilat kryhen me lejen e Zotit xhallahu ala. Pra me i kry farzet e Zotit. E pesta të dashur e pesta ikhlasan lillah. Krejt këto që i cekëm më herët, ulema islami thojnë si rregull i pendimit është me qenë të sinqerta për Zotin. Ikhlasan lillah. Me qenë të sinqerta për Zotin. Po nuk i bën vepra të sinqerta për Zotin, s'pranohet te Allah. Sa do që neve dukemi që jem pendu prej gjunave, jem këty në rrugën e drejt, ja kem fillu me veprat mira, po nuk jem të sinqert në vetën tonë, në zemrën tonë, s'pranohen. Sepse, kusht për mi pranu veprat Zotit xhallahu ala, më së pari është dini, imani, islami, sinceriteti në islam, dhe mutaba'a edhe pasimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me ndjek rrugën e tij ashtu siç ai ka vepruar, jo na me vepru krye në veti. Dhe të dashur vëllezër, tjetra me radhë të dashur vëllezër është shtata khaufan min iqabi, me qenë të sinqerta për Zotin, duke ja pas frikën dënimit të Zotit xhalla xhalaluhu, nëse ne nuk i kryjm të obligime dhe nuk pendohemi dhe nuk themi në rrugën e drejtë, wa an yakunu dhalika atata qabla ghargharati wa qabla tulu'i ash-shams min maghribiha. Dhe kushti i fundit i 8, që thojnë ulema e islamit që e kanë cek në këtë definicion, për me pranu Allahu xhallahu ala pendimin, është me qenë kusht më u pendu para se me ardh njeriut shpirtin fyt. Para se me ardh shpirtin fyt, ka drejt më u pendu. Kur ti vjen shpirtin fyt nuk vlen ba. Ose është pendue me vonesë masi që ka lind dielli nga perëndimi. Masi që ka lind dielli nga perëndimi. Kjo është shaj për shajve të mëdha të kiametit. Lindja diell nga perëndimi, që sot Enes flitet në për nasa e më thotë thash, që doher dielli ka me, ana e kem ditë që 1400 vjet, që njeriut i vlen pendimi derisa të vjen shpirtin fyt dhe i vlen pendimi derisa mos lind dielli nga perëndimi. Në moment që lind nga perëndimi është shaj për shajve të mëdha të kiametit, nuk pranohet askon pendimi për shkak se të gjithë atëherë shohin që kjo dynja ka marrë fund, mirë po është vonë. Ky është definicioni dashur vëllezër që e kanë dhënë këta ulemat mëdhaj për pendimin në aspektin shariatek ose tauben që neve kemi si popull, taube istighfar, tybe istighfar e kemi veç kur ndodh ndaj aksident ose kur ndodh ndaj diçka e madhe, tybe istighfar, domethënë që ka bën nomi, atë taube dhe istighfar do të thotë me u pendu edhe me i kërku falje Zotit xhallahu ala, po tani për këtë më të mirë s'ka. Taube edhe istighfar do të thotë me u pendu prej asaj që e ke vazhdu, edhe me i kërku falje Zotit xhallahu ala për gabimet që i ke bë eventualisht. Kjo është definicioni dashur vëllezër që ulema islamit ja kanë dhënë tawbes pendimit që është si vepër e zemrës. Allahu xhallahu ala tham që tha: "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuha al-mu'minun la'allakum tuflihun." Pendoheni që të gjithë o ju besimtarë tek Zoti xhallahu ala në mënyrë që të shpëtoni. Pra Allahu shpëtimin edhe pendimin e lidh ngosht njëri me tjetrin. E ai që spendohet edhe nuk shpëton, përkundrazi është zullumçar. Zoti xhallahu ala thotë: "Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun." Ata që nuk pendohen janë zullumçar, janë të padrejtë me veten e tyre. Pse të dashur vëllezër, çka që e rëndësishme është taubeja? Për arsye se pendimi i përmban të gjitha llojet e imanit. Të 3 llojet e imanit i përmban pendimi. Është shumë i sinqert me Zotin xhallahu xhelalu. E dim që imani ka 3 shkallë. Imani, besimi, që ne e kem, i ka 3 grada të larta. E para është islami, e dyta është imani, e treta është ihsan.
Islami është fe që është me një rrumullak të gjanë, që hinë në to kush thot la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Ke musliman, s'ke musliman, e ka thonë me gojë, a e ka besu me zemër, sa ka besu me zemër, kjo është çështje tjetër kujt, e Zotit, s'është e jonja. Këtu hyn Islami, që është shkalla e parë e imanit, e besimit. Mundet me qenë musliman, mundet me qenë musliman. Për shkak se ne nuk e dim çka ka në zemër. Kjo është shkalla e parë. Shkalla e dytë është imani, është një rreth më i ngushtë brenda Islamit. E iman do të thotë me besu Allahun me zemër, me shqiptu me gjuhë dhe me qitë në praktikë. Kjo është imani. Kjo më i fortë se Islami. Se ai që thotë vetit veç musliman me gojë, po me zemër nuk është. Çdo mu'min, çdo besimtar është edhe musliman dhe jo kundërta. Çdo musliman besimtar është musliman dhe jo kundërta. Jo çdo musliman është besimtar. Sepse mshefet munafiku, mshefet shpiuni, mshefet armiku mbrenda Islamit, edhe ti s'e din, se një. Kjo është shkalla e dytë. Shkalla e tretë është ihsani, hala është një rreth më i ngushtë brenda imanit, që është grada më e lartë e imanit e besimit. Kur është pyet Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ka thënë en ta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lakum tarahu fa innahu yarak. Kjo është ihsani, kur është pyet çka është ihsani, ka thonë me adhuru Allahun sikur se me e pa atë. Edhe pse ti se sheh, ai të sheh ty. Që kjo është ihsani, kulmi i imanit. Kulmi i imanit. Bile disa ulema thonë, edhe ihsani ndonë dy lloje. Ta'budullaha ka'annaka tarahu është më e madhja. Me adhuru Allahun sikur se me pa. E dyta, fa in lakum tara, edhe pse ti se sheh Zotin, ai të sheh ty. Kjo është pak më e ulët. Domethënë, kjo të dashur vëllezër i përmban shkallët e imanit, Islami, imani dhe ihsani, e pendimi atë që është vepër e rëndësishme e zemrës tek Allahu xhallahu ala, që i përmban të gjitha këto. I përmban të gjitha llojet e imanit taubeja, pendimi ku ne kthehemi te Zoti, sepse e dim që vetëm te ai do të më u kthy. S'mujna me ik prej Zotit xhallahu ala. S'mujna me ik me gjunohet tona kudo që shkojmë, pa u penduar tek Allahu xhallahu ala. Pa u penduar dhe më u kthy tek ai, s'mujna me ik. E kjo aludon që robi e din që Zoti xhallahu ala ka me marë në llogari edhe pendohet, e arrin gradën e imanit, pra e ka bindje me zemër, e ka shqiptim me gjuhë, edhe pastaj e çet në praktik duke u pendue me vepra dhe duke i bë veprat e tij të mira për Zotin xhallahu ala dhe duke qenë i sinqert, e arrin gradën e ihsanit, që është grada më e lartë të dashur vëllezër e imanit, për këtë edhe lavdrohet kjo vepër e zemrës tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj dashur vëllezër, ne lutem me Allahun që të jemi për atyre që pendohen, për arsye se s'ka njeri që s'është pra gabime, e më i miri prej gabimtarëve është ai i cili pendohet, e Allah po thotë wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun, ata që s'pendohen janë zullumçar, ata që nuk pendohen janë zullumçar, janë të padrejtë. Edhe thash në fillim, po kem shumë pak, kam dëshirë që me ngu këtë ajet të Kur'anit, ata që na pengojnë neve në xhami. Ata që i pengojnë besimtarët me shku me fal namazin. Ata që i pengojnë atij që pendohet. Ata që e pengojnë atë besimtar që fillon me u fal, atë besimtar që fillon me agjëru, atë besimtar që shkon haxh, duke i thonë po jo vetë mos shko se s'ki çka shkon ti, as ki çka falesh atëja, si të na. Apo shkoj ki fillon në xhamia unë zvet, me që kjo është kulmi i imanit që çaj zvjen. E çta kisha pas dëshirë më ju tregu që ju jeni zullumçar. Ku ti shihni këta? Thuj hoxha me adresë ju ka thonë zullumçarin. Ju jeni zullumçar, ju e luni rolin e shejtanit, të cilin ai ju ka ble me parë, bile pa parë se më kanë që ju pagun. Po pa parë ju ka ble në mënyrë që ti pengoni të tjerët nga rruga e drejtë. Nuk ka njeri që Allahu s'ia pranon pendimin. S'ka njeri që s'ia pranon pendimin. Ton kohën dikush e adhuron lopën, me vjetë Zoti ja shtyn afatin, ja shtyn, lopën adhuron. Na e hajna, ai adhuron lopën. Edhe pendohet bëhet musliman, Zoti ja pranon. E me ngudo që i kena na, fatkeqësisht na kanë ra hise, ja ma thot ti me lopë me shkun xhamia? Pse? Sa e mat xhenetin dhe xhenemin me kokën e tij, jo me mizanin e Zotit. E Allah tyne e thot fa ulaika humuz zalimun. Ta janë zullumçar, leni muslimanë me ta. Vazhdoni rrugën e ju, pendohuni prej gjunave, vazhdoni veprat e mira, lej ata diplomatitin,
sepse veç ta humbin kohën kot. Ta humbin kohën kot. Mos u merr me ta, ti vazhdoj rrugën. Sepse Luani janë nxen drenushën kur kthehet me këshir kumet Luani. Në moment që s'kthehet ajo është më e shpejtë edhe hec. Ti luje ato të shpejtin, mos u kthe me këshir çka po thonë të tjerët, pse po shkon te xhami, pse po falesh, pse po agjeron ti djalë i ri, e kur ke kohë, hajt kur del shpenzi, e hajt kështu, hajt ashtu, domethënë këta janë t'i dhon opsionet që edhe shejtani çuditet. Edhe shejtani ka ne çuditet me ta, sepse shejtani është dy lloje. Shejtan ins që janë njëri si na, apo shejtan edhe gjin që se shohim. Ky kanë herë ins jo më i rrezikshëm njeriu, se ai që se shohim. Sa ative që do Allah bilam në shtanë rajim, rrim me avdes, ai vetë ta bën papa se s'u ta vrot. A ky joni me avdes e po çtu trën, te kom. S'ki çka i bën vaj, që kin shpe po aki të ditën. Do thonë, e kin shpe të ditën, çka i bën atina, vetë do të merrej kanë. Po çka? Do të më thonë, ju vazhdoni atë juve, ne vazhdoni atonën, sepse na s'po dojna me qenë zullumçar, po dojna me qenë ata të cilët pendohen, sepse është prej veprave që Zoti xhallahu ala e don. Dashur vëllezër, pendimi si tobe ndodh në dy lloje, pendimi i besimtarit edhe i të tjerëve. Pendimi i besimtarit të vërtet dhe pendimi i të tjerëve. Të tjerët kur pendohen, çta që i cekon pak më herët, kur pendohen ta? Ta kur ta shohin zor. Wa idha massa Allah azza wa jalla tsay Kur'an ya hoxha. Wa idha massa an-nasu durrun da'u rabbahum. Munibina ilayhi. Kur i godet do një fatkeqësi e madhe, na i frym, jena bo lajk, pa çaj lajk i tjeti. Wallahi jena bo lajk ka hoxha sit del piça sa i mesdis si ka thonë jena bo lajk, ai drejt në raki shkon. Më thonë, kur të godet do një fatkeqësi, kthehen te Zoti, o Zot, pshtona, se marrum, mos me kon ti na marrojna. E pastaj Allah azza wa jall thot: "Thumma idha adhaqa minhu rahmatan idha fariqun minhum bi rabbihim yushrikun." Kur Zoti i shpëton i çet halal selamet. Një pjesë të tyre prapë të shkojnë bëjnë shoq Zotit xhallahu ala. Prapë vazhdojnë ato që e kanë pas kjo pendimi të tjerëve, nuk është i besimtarit të vërtet. Pendimi i besimtarit të vërtet nuk është me lut me Zotin e tij edhe me fenë e Zotit xhallahu ala. Po ai pendohet nga dashuria që e ka për Allahun e lartësuar me lan xhinat që i ka bë, nga dashuria që e ka për Zotin xhallahu ala, nga porulësia që e ka ndaj Zotit të tij për ulë dhe pendohet për gabimet që i ka bë, vrapon për tek Zoti i tij, sepse e ditë që s'ka ku ik, s'ka ku e lëshon këtë dynja me ik, edhe gjithësien, sepse s'ka ku ik Zoti xhallahu ala, dhe pastaj largohet nga çdo gjë që e kundërshton pendimin dhe prish pendimin e tij. Kjo është pendimi i besimtarit, i cili pendohet nga dashuria që ka për Allahun, nga përmallimet që ka për Zotin e tij, nga veprat e mira, nga veprat që duhet me i bë, nga ato që si ka bë pendohet dhe i bën peshman, dhe nuk është sikur se pendimi i të tjerëve të cilët pendohen te Zoti dhe i lutën Zotit veç kur janë zor. Veç kur janë zor. Ke musliman, s'ke musliman, ata veç kur janë zor e dinë se dikon në Zot edhe i drejtë orë. Ama ky nuk është pendim që Zoti xhallahu ala e don prej robërve të tij. Sepse Zoti mund me të shpëtu, edhe ke musliman, s'ke musliman, ta pranon duan edhe të shpëton. Sepse kur të jenë kiamet, tjerë ti harrojnë zotat e ty në të kotë, figurat e më thash, i drejtojnë Zotit, një. E kur i shpëton Zotit, ata prap i kthehen të vjetrës së tyne, Allah xhallahu ala thot ky pendim është për çat llumin e shoqërisë, ndërsa ky pendimi tjetër është për një margaritar, do besimtar që janë ajka e shoqërisë, të cilët mos me kanë këta, bëhet kiamet. Mos me ekzistu që ta në dynjë, Allah nuk e mon më dynjan, shkatërrohet. Po çta e mojnë dynjan? Që pendohen me veprat të mira bojnë edhe pendohen prej gjunave që i kanë bërë për arsye se s'ka mundësi që njeriu mos jetë gabimtar. Çdo njeriu është gabimtar, më i miri prej gabimtarëve është ai i cili pendohet tek Zoti xhallahu ala dhe kthehet në rrugën e drejtë duke lutur Allahun që të jenë prej atyre besimtarëve që Allah xhallahu ala i pranon pendimin tonë, pranon veprat tona, na bën prej atyre besimtarëve që Allah azza wa jalla është i kënaqur me neve. Na bashkojnë në xhenetin e tij ashtu siç na ka bashkuar në këtë xhami. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.